Qeveria miratoi ligjin për përfaqësim të drejtë, krerët qeveritare vlerësojnë si historik, opozitarët e cilësojnë të rrezikshëm. Dyfishohet numri i veprave më të rënda penale, prokuroria thekson se nevojitet politik ndëshkuese më e rrept. Komiteti i punëve të jashtme të Parlamentit Evropian miratoi raportin për Maqedoninë e Veriut për vitin 2023 dhe 2024. Brukseli largon Bogojevskin nga Agjencia për Programet Arsimore Evropiane. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Krerët e qeverisë kanë vlerësuar si historik miratimin e ekzekutivit të projekt ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Kryeministri Hristian Mickoski ka thënë se ky ligj ka qëllim të qartë, administrata të jetë servis i vërtetit të gjithë qytetarëve, i bazuar në dituri, integritet profesional sipas kushtetutës dhe marrëveshjes Kornisë të Ohrit. Zëvendës kryeministri Zet Mexhiti tha se ky projekt ligj shënon një moment historik, pasi për herë të parë merr zgjidhje të qartë dhe të plot ligjore, edhe pse është dashur që të rregullohet me ligj që nga viti 2003. Projekt ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat është garant se bashkësitë etnike do të jenë të përfaqësuara në mënyrë adekuate dhe të drejtë, por njëkohësisht ligji do të mbrojë kualitetet e secilës bashkësie etnike. Kështu shpreh kryeministri Hristian Mickoski në konferencën për media pasi ligji për përfaqësim të drejtë u miratua në qeveri. Sipas kryeministrit, pas shumë vitesh keq përdorime, ka ardhur koha që të ndahemi nga e kaluara, duke ndërtuar institucione që nuk i mbështesin të dëgjueshmit, por i vlerësojnë të aftit. Ky ligj ka qëllim të qartë, administrata të jetë servisi i vërtetit të gjithë qytetarëve, i bazuar në dituri, integritet profesional sipas kushtetutës dhe marrëveshjes Kornisë të Ohrit, për dallim nga koha kur libreza partjake ishte më e vlefshme se diploma dhe profesionalizmi. Ne vendosim standarde të ri, njohuri, integritet dhe merit. Pas më shumë se 2 dekadash, ky ligj sipas zëvendës kryeministrit Izet Mexhitit merr zgjidhje të qartë dhe të plot ligjore. Ky projekt ligj shënon një moment historik pasi për herë të parë përfaqësimi i drejtë dhe adekuat si kategori kushtetuese që nga viti 2001 merr zgjidhje të qarta dhe të plot ligjore. Edhe pse është dashur të rregullohet me ligj që nga viti 2003. Kjo çështje është lënë peng i vullnetit politik për më shumë se 2 dekada. Sa do të ketë mekanizëm për sankcionim në rast se nuk respektohet ligji, kryeministri tha se projekt ligji ka të paraparë shumë gjëra, por thos se fillimisht duhet të presin mendimin e Komisionit të Venecias. Për reagimet e BDI-s për ligjin, Mickoski shpreh se kjo parti ka për qëllim vetëm që të jetë kundër çdo gjëje, duke shtuar se ishte po e njëjta parti që në raport kishte thënë se balancuesi si mjet është terruar dhe duhet të fshihet, siç shtoi BDI në opozit është kundër BDI-s në pushtet. Ata bën me dije se ligji tani do të dorëzohet në Komisionin e Venedikut dhe pasi të marrin mendim nga Komisioni i Venedikut, ligji do të dorëzohet në Kuvend. Për opozitën shqiptare, propozim ligji për përfaqësim të drejtë që u miratua nga qeveria është një përpjekje për të zhbërë një nga shtyllat më të rëndësishme të marrëveshjes së Ohrit. Sipas tyre, mungesa e mjeteve për të matur përfaqësimin, mungesa e sanksioneve dhe zëvendësimi i detyrimeve me rekomandime e bëjnë këtë ligj të papranueshëm dhe të rrezikshëm. Propozim ligji i qeverisë për përfaqësim të drejtë dhe adekuat ka provokuar partitë politike shqiptare që përbën opozitën, të cilët menjëherë kanë reaguar kundër të njëjtit. Bashkimi Demokratik për Integrim, parti pjesë e Frontit Evropian, thotë se ky propozim ligj që synon të zëvendësojë balancuesin ka strukturë të paqartë dhe është jo produktiv. Sipas integristëve, kjo është një përpjekje për të zhbërë një nga shtyllat më të rëndësishme të marrëveshjes së Ohrit. Ky ligj është zero për shqiptarët, nuk do të ndalemi deri në rikthimin e balancuesit si mekanizëm i vetëm ligjërisht detyrues për të garantuar barazinë në administrat. Zëvendësimi i kalkulatorit të saktë dhe transparent me raporte vjetore dhe trupa koordinuese që nuk kanë asnjë fuqi për të detyruar institucione të respektojnë përfaqësimin, është në vetvete një akt politik që prodhon padrejtësi dhe dominim etnik institucional.
kundër ligjit në fjalë kanë dalë edhe nga SHE-ja e Erben Taravarit, të cilët për më tepër kanë rënditur 5 pika përmes të cilave nga ky subjekt kanë sqaruar se pse ligji nuk bën dhe është i papranueshëm. Mungese e garancisë për përkatësinë etnike, mungese e mekanizmave detyrues për përfaqësim të barabartë, mungese e sanksioneve për mosrespektim të ligjit, trupi koordinues një organ formal pa fuqi reale, asnjë zgjidhje për zëvendësimin e sistemit ekzistues të balancuesit. Ligji në fjalë kanë përshëndetur nga koalicioni Vlen që është pjesë e shumicës parlamentare, thonë se për një vit në qeveri kanë realizuar atë që Bashkimi Demokratik për Integrim nuk e bëri për 22 vite sa ishte pjesë e qeverisë. Numri veprave të rënda penale është dyfishuar, ndërsa për 10% është rritur numri i krimeve. Raporti i prokurorisë për vitin 2024 tregon se prokuroritë themelore në shtet kanë vepruar kundër gjithsej 37.255 autorëve të veprave penale, nga të cilët 25.909 ishin raste të reja. Raporti tregon se janë rritur edhe veprat penale që janë kryer nga fëmijët. Për 10% është rritur numri i krimeve nga autorë të veprave penale, si ato të moshës së rritur, por edhe të fëmijëve. Kështu qëndron në raportin më të ri të prokurorisë për vitin 2024, i cili thekson se njëkohësisht është rritur vëllimi i punës së prokurorive në vend. Gjatë vitit 2024, prokuroritë themelore publike në shtet kanë vepruar kundër gjithsej 37.255 autorëve të veprave penale, nga cilët 25.909 ishin raste të reja. Ky raport tregon se këtë vit është regjistruar rritje domethënëse e veprave të reja penale për 10% krahasuar me vitin paraprak. Fëmijë që kanë kryer vepra penale vitin e kaluar kanë qenë 944, ndërsa këtë vit janë 1260. Ndërsa rritje e përgjithshme është shënuar pothuajse të gjitha veprat penale. Sipas dhënave statistikore nga veprimet e prokurorive publike, këtë vit është vërejtur rritje e veprave penale. Vepra penale kundër jetës dhe trupit, ku bëjnë pjesë vrasjet, lëndimet e rënda dhe të lehta trupore, pjesëmarrje në rrahje, kërcënim me armë gjatë një rrahjeje ose përleshje e kështu me radhë. Veçanërisht është rritur numri i vrasjeve të kualifikuara si më të rënda, ku numri i këtyre rasteve është pothuajse dyfishuar në krahasim me vitin 2023. Rreth 40% është shënuar rritje në lëndët që lidhen me sigurinë e trafikut publik, përfshir vepra të rënda kundër sigurisë së njerëzve dhe pronës në trafik, por edhe vepra tjera më të lehta të trafikut. Kjo sipas prokurorisë tregon nevojën për të përforcuar politikën dëshkuese dhe masa tjera në drejtim të parandalimit të këtij lloji të veprave penale. Komiteti i punëve të jashtme i Parlamentit Evropian miratoi raportin për Maqedoninë e Veriut për vitin 2023 dhe 2024. Përpiluesi raportit, eurodeputeti austriak Thomas Vets deklaroi se BE-ja duhet të mbetet e bashkuar me fqinjet e saj në peizazhin sfidues gjeopolitik me të cilin përballemi. Në fillim të mbledhjes, kryetari i komitetit i dënoi sulmet e eurodeputetëve bullgar ndaj raportuesit në lidhje me referencat me të cilët konfirmohet gjua dhe identiteti maqedonas. Me 40 vota për, 19 kundër dhe 10 të përmbajtur, Komiteti për Punë të Jashtme i Parlamentit Evropian sot miratoi raportin për Maqedoninë e Veriut për vitin 2023 dhe 2024, të përgatitur nga eurodeputeti austriak Thomas Vajc. Pas miratimit të dokumentit, Vajc përmes një reagimi me shkrim përshëndeti arritjen e konsensusit të gjerë për votimin e dokumentit. Sot miratuam raportin e parë për Maqedoninë e Veriut që nga viti 2022 në Komitetin e Punëve të Jashtme jam krenar për gjithë punën e madhe që u bë për të gjetur kompromise në mënyrë që të mund të miratonim këtë raport të ekuilibruar mirë në një shumicë të gjerë politike. BE-ja duhet të mbetet e bashkuar me fqinjet e saj në peizazhin sfidues gjeopolitik me të cilin përballemi. Maqedonia e Veriut i përket BE-s pas 20 vitesh negociata, ne duhet të ruajmë momentumin e mirë aktual për të avancuar
avancuar më tej procesin e zgjerimit. Ndërkaq para votimit, eurodeputeti Mihail Galer nga CDU propozoi amendament me cilin shtohet fjala moderne para terminit gjuha dhe identiteti Maqedonas, por amendamenti nuk u vendos në votim pasi 6 eurodeputet e kundërshtuan atë. Do të doja të informoja komitetin se kemi mirë kuptim me grupet e socialistëve dhe demokratëve të ripërtrirjes dhe të gjelbërtit që të propozohet një amendament i njëjtë në seancën plenare të Parlamentit Evropian. Nga ana tjetër, në fillim të mbledhjes, kryetari i komitetit i dënoi sulmet e eurodeputetëve bullgar ndaj raportuesit Tomas Vajc në lidhje me referencat me të cilat konfirmohet gjuha dhe identiteti Maqedonas. Dua të bëj të qartë se dënoj të gjitha sulmet personale ndaj raportuesit në javët e fundit me akuza për paragjykime dhe shkelje për shkak të kontakteve me zyrtar nga vendi kandidat. Kjo është e gabuar sepse është e nevojshme që raportuesi të dëgjojë qëndrimet e zyrtarëve shtetëror të vendit kandidat, që po vlerëson në mënyrë që të ketë të gjithë palët gjatë gjithë përgatitjes së raportit. Raporti për vendin do të miratohet përfundimisht në seancë plenare të Parlamentit Evropian në sesionin që do të mbahet prej 7 deri më 10 korrik. Shoqata e gazetarëve dhe sindikata e punonjësve mediatik nuk duan që qeveria të realizojë premtimin e dhënë nga kryeministri para zgjedhjeve për heqjen e kontributeve për gazetarët dhe punonjësit mediatik. Ata vlerësojnë se përmirësimi i gjendjes së punonjësve mediatik mund të bëhet më së miri përmes formimit të fondit të pavarur për pluralizëm mediatik, ndërsa përzierja e qeverisë ose ndonjë partie politike në këtë çështje do të sillte vetëm dëme. Shoqata e gazetarëve dhe sindikata e punonjësve mediatik nuk duan që qeveria të realizojë premtimin e dhënë nga kryeministri para zgjedhjeve për heqjen e kontributeve për gazetarët dhe punonjësit mediatik. Duke folur mbi këtë temë, kryetari i shoqatës së gazetarëve Mladen Çadikovski thotë se mbështet çdo propozim që do të përmirësonte situatën socio-ekonomike të punonjësve mediatik. Megjithatë, vlerëson se kjo mund të bëhet më së miri përmes formimit të fondit të pavarur për pluralizëm mediatik. Deklaron se gjithnjë kur mediat kanë marrë mjete financiare pa ndonjë arsye dhe pa ndonjë shpjegim. Në të shumtën e rasteve, ato mjete nuk kanë përfunduar tek gazetarët, por tek vetë pronarët. Mislime дека ова може да се Mendoj se kjo mund të kalohet më së miri vetëm pas formimit të fondit për pluralizëm mediatik, i cili do të ishte i pavarur sesa përmes metodave tjera për uljen e obligimeve, ose pagesave financiare, ose formimit të një ambienti tjetër mediatik, i cili do të ngriste kualitetin, sepse deri më tani kemi qenë dëshmitar si gjithmonë kur në mediume janë dhënë para pa pasur ndonjë arsye. Ato mjete nuk kanë përfunduar tek gazetarët, por kanë mbetur tek pronarët. Kryetari i sindikatës së gazetarëve Pavle Belovski në prononcimin e tij për televizionin Shenja tha se nëse qeveria përzihet në këtë çështje, do të lindë propozimi Frances 2, i cili gjithashtu është i paplanueshëm. Thotë se sindikata e gazetarëve është duke përgatitur propozimin e vet dhe se qeveria në këtë rast duhet të jetë vetëm kanal për të formalizuar kërkesën e sindikatës, sepse sipas Belovskit janë vetë gazetarët ata që i dinë vetë problemet me të cilat përballen. Sipas kreut të sindikatës, jo vetëm vëmëroja, por me propozimet të tilla nuk guxojnë të dalin asnjë subjekt politik. Zbulon edhe disa nga udhëzimet që do t'i përmbajë propozimi i sindikatës mbi këtë çështje. Изработиме целисходен предлог. Do të përgatisim propozimin ton që do të përbëhet nga kërkesat tona autentike dhe jo disa kërkesa dhe nevoja apo manipulime politike përmes një propozimi që do të vinte nga qeveria apo nga një parti politike. Udhëzimi i dytë do të ishte që të subvencionojmë punësimin e parë të kuadrove të reja të punonjësve mediatik, sepse në vend kemi shkretëtira mediatike, kemi shumë rajone në vend në cilin nuk funksionon asnjë medium. Sipas hulumtimit të bërë nga sindikata, në 25% rajoneve në vendin ton mungon zëri informues. Në ato rajone ka disa portale me një ose me asnjë të punësuar. Pra ne kemi rajone të tëra që nuk informojnë për atë se çfarë ndodh në shtëpitë dhe rajonet e tyre. Për premtimin e kryeministrit lidhur me kontributet e gazetarëve, televizioni Shenja ditë më parë pyeti edhe vetë zëdhënësen e qeverisë, e cila për më tepër tha se janë duke u koordinuar me sindikatat për mënyrën se si do të realizohet ky premtim. EVN Maqedoni rihapi dyert e saj për më të rinjët më njëherë pas përfundimit të vitit shkollor përmes programit Nëna dhe Babaj në punë. Kompania çdo vit u mundëson fëmijëve të punonjësve nga departamentet
qendrore dhe qendrat energo të konsumatorëve në të gjithë vendin të vizitojnë vendin e punës së prindërve të tyre dhe përmes lojrave edukative të njihen me botën e energjetikës. Rreth 270 fëmijë të ndarë në grup mosha gjatë gjithë ditës morën pjesë në punishte interaktive, bën eksperimente dhe përmbyllën aktivitetet me një argëtim muzikor në oborin e EVN-s. Përveç natyrës edukative, punishtet gjithashtu synojnë të nxisin kuriozitetin e më të rinjeve ndaj shkencave teknike. Udhëheqësi i burimeve njerëzore të EVN Maqedoni, Fisnik Oseku, theksoi se energjia e re ka qenë gjithmonë pjesë integrale e kulturës së kompanisë dhe se ata janë të mirë pritur në ambientet e EVN-s, jo vetëm si vizitor, por edhe si punonjës të ardhshëm. Te nëna dhe babai në punë organizohet që nga viti 2016 në këtë program marrin pjesë fëmijët e punonjësve të gjithë kompanive në kuadër të familjes së EVN-s. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se opozita është duke ja zgjatur mandatin e qeverisë së tij, madje sipas tij, dikush mund të mendojë se ekziston një marrëveshje. Kurti ka thënë se kjo po ndodh me vonesat në konstituimin e kuvendit tash e 5 muaj prej zgjedhjeve të 9 shkurtit. Ai cilësoi të pakuptueshme mosvotimin e opozitës për komisionin për votim të fshehtë për kryeparlamentarin. Kuvendi ka tentuar 36 herë që ta konstituojë legjislaturën e 9. Deputetët nuk po votojnë për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Lëvizja Vetëvendosje si parti fituese e zgjedhjeve fillimisht ka dështuar me propozimin e emrit të Albulena Axhiut, ndërsa pas një kohe deri tash ka dështuar votimi i formimit të komisionit për votim të fshehtë për kryeparlamentar. Partitë që ishin në opozit nuk po votojnë fare në këtë propozim të lëvizjes Vetëvendosje. Ju të gjithë dini se unë kam hyrë në qerekun e 2 të vitit të 5 të mandatit plot. Çdo opozitë demokratike përpiqet që t'ja shkurtoj mandatin qeverisë. Përveç opozitës kosovare, e cila, siç jeni dëshmitar të gjithë ju, po ja zgjat mandatin qeverisë aktuale. Dikush edhe mund të mendoj që kemi marrëveshje. Pra, ne si qeverinë detyrë, kemi marrëveshje me opozitën aktuale që ne të qëndrojmë sa më gjatë pushtet. Por ju siguroj që kjo nuk është e vërtet, unë nuk kam shpjegim racional për këtë sjellje në për të cilën po kalojnë institucionet e Kosovës, në veçanti Kuvendi i Republikës ende i pathemeluar, sepse qeveria është në detyrë dhe ne në bazë të nenit 31 të ligjit për qeverinë, një mend kemi më pak kompetenca, por ne kemi njësoj shumë punë. Sa më herët që e konstituojmë kuvendin duke e formuar me votim të fshehtë, që po e provojmë tani kryesinë e kuvendit, aq më shpejt do të jemi edhe tek qeveria e re. Presidenti i SBA-s Donald Trump njoftoi se një armpushim midis Iranit dhe Izraelit ka hyrë në fuqi duke i nxitur palët të pranojnë atë. Armpushimi tani është në fuqi, ju lutem mos e shkelni, ka thënë Trump në platformën e tij të mediave sociale. Trump njoftoi se Izraeli dhe Irani kishin rënë dakord për një armpushim të plot dhe total mes konfliktit në rritje në lindjen e mesme. Tensioni rajonal u përshkallëzua ndjeshëm të dielën pasi SBA-ja bombardoi objektet bërthamore të Iranit, Fordo, Natanz dhe Isfahan. Sulmet amerikane ishin përshkallëzimi më i fundit në një sulm ushtarak izraelit të mbështetur nga SBA-ja ndaj Iranit që nga 13 qershori duke shtyrë Teheranin të nisë sulme hakmarrëse ndaj Izraelit. Autoritetet izraelite thanë se të paktën 25 persona janë vrarë dhe qindra të tjerë janë plagosur që atëherë në sulmet me raketa iraniane. Ndërkohë në Iran të paktën 430 persona janë vrarë dhe më shumë se 3500 të tjerë janë plagosur në sulmin izraelit, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit.
Pas armëpushimit ndërmjet Izraelit dhe Iranit, opozita në Izrael bën thirrje për armëpushim në Gaza, në ndërkohë Izraeli vrau 10 civil që prisnin ndihmë në Gaza. OKB vlerëson se përdorimi i urisë si armë në Gaza përbën krim lufte. Pas armëpushimit midis Izraelit dhe Iranit, të shpallur nga presidenti i SBA-s Donald Trump dhe të miratuar nga Tel Avivi, kanë ardhur edhe thirrjet për armëpushim në Gaza. Kreu i partisë kryesore opozitare e ardhmja është këtu, tha se tani është radha e Gazës. Është koha për të përfunduar gjërat edhe këtu, për të sjellë burgosurit izraelit, për t'i dhënë fund luftës. Izraeli duhet të fillojë ndërtimin, tha ai. Armëpushimi kanë kërkuar edhe familjarët e pengjeve. Në ndërkohë, ushtria izraelite vrau 20 palestinez që prisnin ndihmë humanitare pranë pikës së shpërndarjes së ndihmave në korridorin Netzarim në rripin e Gazës, ndërsa 246 të tjerë u plagosën. Sipas informacioneve të marra nga burime shëndetësore, ushtria izraelite nisi një sulm ndaj njerëzve që prisnin ndihmë pranë korridorit Netzarim në pjesën qendrore të rripit Gazës. Zyra OKB-s për drejtat e njerëzit tha të martën se përdorimi i urisë si armë për civilet në Gaza përbën një krim lufte. Duke ju referuar një serie të shtënave vdekjeprurëse pranë vendeve të shpërndarjes së Fondacionit Humanitar të Gazës, Thamin Al-Khitan u tha gazetarëve se njerëz të dëshpëruar dhe të uritur në Gaza vazhdojnë të përballen me zgjedhjen njerëzore midis vdekjes nga uria ose rrezikut të vriten, ndërsa përpiqen të sigurojnë ushqim. Shndrimi i ushqimit për civilet në armë, përveç kufizimit ose parandalimit të aksesit të tyre në shërbimet mbështetëse të jetës, përbën një krim lufte dhe në rrethana të caktuara mund përbëj element të krimeve tjera sipas të drejtës ndërkombëtare, tha ai. Mbi 60.000 palestinez, shumica gra dhe fëmijë, janë vrarë nga sulmet izraelite në Gaza, ndërsa rreth 132.000 të tjerë janë plagosur. Kjo ishte e gjitha për këtë edicion informativ. Faleminderit për momentin. Bashkë miru pafshim.